Dje në orën 10:40 në fshatin Forin të Gostivarit, zyrtar policor nga stacioni policor i Qegranit kanë privuar nga liria një 29 vjeçar nga po i njëjti fshat. Ai dyshohet për veprën penale, drejtimi pa kujdesshëm i mjetit motorik sipas neni 297A të kodit penal. Konkretisht, më 11 maj në orën 1:45 ai ka drejtuar automjetin e udhëtarëve Citroen me targat Gostivarit dhe pasi është ndaluar nga punonjësit e policisë, ka dorëzuar dokumentacionin për inspektim dhe larguar nga vendi i ngjarjes me automjet. Dje në orën 14:40 në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtar policor kanë arrestuar një të mitur 17 vjeçar nga fshati Novosel, komuna e Bogovinës, pasi tek ai është gjetur dhe konfiskuar marihuan. Ai është ndaluar në stacionin policor dhe në prani të prindit me të është kryer bisedë zyrtare. Dje në orën 21:50 në rrugën Ilinden në Tetov, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 19 vjeçar nga Tetova për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer vjedhje në një market. Konkretisht paraprakisht, një punonjëse e marketit ka raportuar se dy persona në dy raste kanë marrë pije alkoolike nga raftet dhe janë larguar. Pas marrjes së masave ai është gjetur, privuar nga liria dhe ndaluar në stacionin policor. Dje në orën 15:20 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, një 40 vjeçar nga fshati Senokos i Gostivarit ka raportuar se djali i tij mitur është sulmuar fizikisht nga një mësues në shkollën e fshatit. Më vonë në orën 16:40 në lidhje me ngjarjen, zyrtar policor nga stacioni policor i Gallatës kanë privuar nga liria një 47 vjeçar nga fshati Senokos. Ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme dhe pas dokumentimit të plotë të rastit ndaj tij do të ngrihet padipërkatëse. Dje në orën 21:15 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, një 38 vjeçar nga Gostivari ka raportuar se djali i tij mitur është sulmuar fizikisht nga një mësues gjatë orës së mësimit në një shkollë fillore të Gostivarit. Po merren masa për zbardhjen e rastit. Dje në orën 12:10 në departamentin për punë të brendshme Gostivar është raportuar se në rrugën JNA në Gostivar ka ndodhur një aksident komunikacioni midis automjetit të udhëtarëve Renault me targa italiane i drejtuar nga një 71 vjeçar dhe automjetit të udhëtarëve Mercedes me targat Gostivarit i drejtuar nga një 22 vjeçar, që të dy nga Gostivari. Në aksident, lëndime të rënda trupore kanë pësuar që të dy pasagjerë të automjetit Mercedes të konstatuara në qendrën urgjente në Gostivar. Inspektimi është kryer nga ekipi i departamentit për punë të brendshme Gostivar.